Vllaznia Tirana shkruan ndeshja javës së 8 të Superligës së futbollit shqiptar. Klasikja do të luhet të premten në Loro Boriçi, duke nisur prej orës 17. Një sfidë që ashtu si edhe herët e tjera pritet të dhurojë emocione, pasi përballen dy skuadrat më të vjetra të futbollit shqiptar. Ndonse pozitat aktuale në klasifikim janë të kundërta, me Vllaznin kryesuese me 16 pikë dhe Tiranën me 10 pikë më pak e renditur e parafundit, klasikja mbetet klasike. Kjo do të thotë se premtja ofron një lojë të hapur nga të dy skuadrat që kanë objektiv fitoren, Kuqeblut për të konfirmuar formën e mirë sportive dhe për të ruajtur kreun, ndërsa Bardhëblut për t'u larguar zonës së ftohtë. Bazuar në bilancin e 3 sezoneve të fundit, Vllaznia ka një dominim të dukshëm ndaj Tiranës në 12 ndeshje, ka arritur 6 fitore, 4 barazime dhe vetëm 2 humbje, ndërkohë që kapiteni i Kuqebluve Bekim Balaj, që është golashënuesi më i mirë i skuadrës, në 8 ndeshjet e fundit ndaj Tiranës ka shënuar plot 9 gola. Vllaznia ka lënë pas entuziazmin e fitores së të shtunës ndaj Bylisit në transfer dhe pas pushimit të së dielës ka nisur prej të hënës përgatitjet anti-Tirana. Pozitive për teknikun e Di Martini është fakti se ka në dispozicion një kontingjent të plot për këtë pragndeshje, pasi ndaj Tiranës rikthehet mbrojtësi Elmando Gjini, që mungoi në sfidën e kaluar ndaj ballshotëve për shkak të kartonëve, duke dhënë më shumë siguri repartit të mbrojtjes. Lajmet mira vijnë edhe nga infermieria, pasi Çato, Murata, Bismarck dhe Dros pritet të jenë të gatshëm për t'u bashkuar skuadrës. Sa i takon javës së 8 të Superligës, sektori garave pranë Federatës së Futbollit ka programuar që ndeshjet të luhen në 2 ditë, të premte dhe të shtunë. Klasikën Vllaznia Tirana që luhet në orën 17 e paraprin 2 sfida. Vora Dinamo dhe Elbasani Bylis që nisin në orën 14, ndërsa Partizani Egnatia dhe Teuta Flamurtari do të luajnë të shtunën në orën 17.